Në kuadër të aktiviteteve verore në Muzeun Etnografik të Elbasanit është çelur ekspozita fotografike Elbasani në shekullin e 20. Kjo ka sjellë për vizitorët momente dhe imazhe që pasqyrojnë historinë, jetën dhe zhvillimin e qytetit ndër vite. Kjo praktik duhet të zhvillohet shpesh, duke ekspozuar foto të tilla të vjetra, pasi qytetarët nuk kanë mundësi t'i shohin nëpër shtëpia. Dhe një ekspozitë të tillë kuptohet i ndihmon shumë qytetarët të kujtojnë kohën e kaluar. Sa më shumë aq më bukur. Organizoni shumë gjëra të bukura. Do jetë diçka tamam e bukur që të vinë brezi im të vi ta shikojnë më shumë. Se të rit janë shumë mbrapa nga kjo gjë, nga ekspozita, më shumë shikojnë aktivitete të tjera sesa ekspozita. Ekspozita është diçka e bukur. Edhe për drejtorin e Muzeut Etnografik të Elbasanit, aktivitetet të tilla synojnë të përcjellin një pjesë të kujtesës historike tek qytetarët. Kemi një cikël shumë bukur ekspozitash, janë fotografi dhe imazhe që dalin për publikun për herë të parë, janë nga fondi i Muzeut Etnografik qytetit Elbasanit, dhe pse jo është një hapësirë shumë e këndshme për të kaluar disa minuta për të njohur qytetin, pse jo për t'ia përcjellë brezave të ri. Elbasani është ndër zonat më të hershme të Shqipërisë që vërtetojnë trashëgiminë dhe kulturën e lashtë të vendit tonë. Dokumenti më i vjetër arkeologjik që ruhet në Muzeun Etnografik të qytetit është basoreliefi skalitur në gur dhe stela me figurën e Nusës Ilire. Ajo i përket shekullit të 2 dhe të 3 dhe është gjetur në fshatin Tërbaç të Krabës.